dhe besoj që janë të gatshëm të ezaurojnë ato duke nxjerrur lumtime të thellësishme edhe empirike mbi rrethanat e krijuara deri tash. Çfarë keq ChatGPT-ja? Jo, ChatGPT-ja është seni më i mirë që i ka ndodhur ndonjëherë. A mund të flas? Po. Kësaj kohe. Sistemi mendor, përveç që ka proceset kognitive në funksion, e ka dhe subkonsciencën, po në anën tjetër, ChatGPT-ja dëmton. Unë mendoj që nëse mbi përdorët në mënyrë të çrregullt, shëndrit, dëmton analitikën tonë. Kur them analitikën, metakognicionin. E diti që nëse qofse e shkruan kërkon një ese në ChatGPT, edhe ta formulon në tërësi esen. ChatGPT-ja është informuar nga ti, nga qenia njerëzore. ChatGPT-ja është platformë informative. Dhe nëse fëmijët mësohen të gatshëm ta marrin këtë në shkollat fillore, çfarë ndodh me analitikën kreative të fëmijëve, mendjen inovative. Çfarë mendon që do të ndodh pas 20 viteve rënë? Pas 20 vitesh, sigurisht që do të përballemi me konkurrencën e ashpër në treg të inteligjencës artificiale. Më beson. Këto luftrat Rusia, Kina, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju e përmendët biznesin, ju e përmendët biznesin pak më parë. Donald Trump sigurisht që ju e pat edhe në diskutim me Zelenskin. A e pat? Tha shumë qartë. Nuk bëhet biznes kështu. Interesi ti vital është të qenurit biznes, të bërit biznes. Po ka kaluar. Mendimi im personal është që Donald Trump haber s'ka për politikën. Ky është mendimi im. Haber s'ka për politikën, për gjeopolitikën, për diplomacinë edhe për shumë çështje tjera thelbësore që i takojnë të drejtat njerëzit, konventin e drejtat njerëzit, shteteve, sisteme parlamentare, prezidenciale etj. Prandaj duhet të kemi kujdes, thjesht tira ime publike është të kemi kujdes. Është një kryer i një shteti i cili është nona dhe babe e shtetit tonë. Nuk besoj që duhet ndoshta ta të hyjmë deri në çatim, mbi të gjitha ka fituar sovranin. Po ka fituar sovranin, po pse unë po respektoj demokracinë, pa jap mendimin tim apo jo. Prandaj vetëm një gjë ta kesh me dije. Ne sot duhet të kemi kujdes, e thash, nga konspiracionet. Konspiracionet na shqisin në probleme, mendoj. Pra ti po thua që këto që po ndodhin edhe që po fliten janë konspiracione. Jo. Konspiracionistët që po hedhin teza e hipoteza, ndonjëherë edhe madje edhe metafizike, se po t'ishin vetëm fizike ose të prekshme objektive, do t'i analizojmë me vëmendje, po të thuash se mund të ndodhi kjo, Shtetet Bashkuara të Amerikës po fshehin